Hadithet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, dietarët e muslimanëve I kanë klasifikuar si shpallje e Zotit xhelle xhelaluhu. Për dallim nga Kur'ani I Allahut, hadithi Muhamedit alayhi salatu wassalam është shpallje juridike, fetare, ligj I Zotit, por se dallon se atë ka formuluar në shprehje vetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dërsa Kur'ani I Allahut është mu'jize në vetveti, në shprehje, nga se e ka thënë vetë Allahu te bareke ve teala. Pra fjala e Muhamedit alayhi salatu wassalam në aspektin juridik, fetar, në aspektin e ligjit, që ty takon me morë një farz apo një haram, e merr barabar me Kur'anin, nga se Allahu xhallahu ala ka konfirmuar. Andaj hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të merren si tregime, si ngjarje, si rrëfime, jo. Edhe rrëfimet që janë hadithet Muhamedit alayhi salatu wasallam janë ligje, I tregon diçka me ato. Ai përcjell një porosi, ai përcjell një mesazh, ai don mi u kallzu diçka njerëzve. Para se të dalemi me rezumen e këtij hadithi, I cili është hadith I cili jep diagnozë, analizë të përgjithshme ngjarjeve që po ndodhin në botë, ti kthehemi edhe një herë cili ishte roli I pejgamberëve në dunja. Për çka I duhet pejgamberit tokës? Pse e dërgon Allahu dikani të cilin e quhen Rasulullah? Allahu e ka dërguar, I dërguar I Allahu. Ai flet në emër të Allahut. A nuk kanë njerëzit mendjet e tyre? As kanë intelektet e tyre? As kanë në mesin e njerëzve gjeni? As kanë në mesin e njerëzve doktora, mjek, inxhinier, mjeshtra, ka sa të dush. E pse Allahu ja boni inxhinierave, mjekëve, të mëshmive, apo gjenive me dëgju Muhamedit selam germ për germe? Sepse ata ka porositë Allahu xhelel xhelaluhu. A di sa gjeni ka bota? Plot ka. Ata e interesuar një herë si kanë ndek që kanë thënë ato? Nëse dikujt I ka interesuar ka met në fletët e librave. E Muhamedi sa më gjallë me fjalët e tij. Ai jeton me veprat e tij. Ai për 23 vjet e ka ndryshuar botën. Pse? Se këtu është roli I pejgamberëve, këtu dallohet. Ku dallon Muhamedi sa mbi të tjerëve? Pejgamberët nuk vinë me kallëzu opinione dhe mendime. Ai s'ka mendim, këndvështrim. Nuk thot ai edhe unë pesho çështu apo s'pesho çështu. Ai vjen me ligj, çështu edhe pik. Se s'ka ndryshe, më ka dërguar ai I cili e ka bërë këtë univers. Andaj pejgamberët dallohen esencialisht me njerëz që merremetojnë në dunja ku se pejgamberi vjen me ligj të prerë. Ata vojna menojnë çështu, manira çështu, unë s'po menoj kështu, e kështu me radhë. Detyra e pejgamberëve ndahet dy pika. E para, diagnoza e realitetit. Kur ka ardhur Muhamedi në Arabi, ju ka thënë njerëzve, çto punë janë të mira, çto janë të mira. E ka bërë diagnozë. Pastaj ka shtuar. Kjo e para. Sikur që na po flasim shumë apo analiza. Kështu duhet më bëj, kështu ndrejtet njerëzimi, kështu vjen veti. Fol në apo? E në çka tash ka do volti ka folë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, e jep ilaçin. Masi thot doktori këtë ta e ki prej problemeve. E çfarë më bëu unë tash kalloj. E merr ta. Merr tani veprimtari konkrete, udhëzim konkret. E Allahu xhelel xhelalu e furnizoi Muhamedit sa me dy takate. Takati e ilmit. Çka duhet më ndrua? Çka do të më ndryshua? Kjo I thon apo analiza, tahlil, ta gjej problemin ku e ki. Dhe e dyta, si ta zgjidhim. A sa probleme ti kanë njerëzit? E sa probleme do t'i kenë? Nëse problemet e nes kanë me ahireti e nes për para. Disa njerëzit din me shku veç këtë dunja, ardhmëria, suksesi, integrimi, kujta di qka. Ardhmëria e nes vjen. Allahu xhellahu tha në Kur'an, wa yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Njerëzit e shohin ahiretin larg. Asa njerëzit përcjellën për atë botë për çdo ditë. Qof lokal, qof te kushia, qof pak më lart. Për ditë njerëzit ndrojnë një, shkojnë te Zoti te bareke ve teala. Dhe na rrin ftoft. Na rrin ftoft kishë neve s'ka më ndodhur kur gjao. Andaj pejgamberët vinë me këta, me analizuar realitetin dhe me dhënë zgjidhje për këtë realitet ku do të më merrem me tuaj. E tani ky hadith shërben kësaj teorie. Këtij rolit pejgamberëve. Çka do të këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ju thot sahabeve, oj sahabe, shokët e vet. 5 punë. Ku sprovohen njerëzit,
ka më konë në bela e madhe. E lusë Allahun, shtrehohem të Allahu, e udhu billah, e të driku hunne. E lusë Allahun, mos ju gjeje kjo. Cilat ishin këto pesë? Këto pesë janë fushat e jetës. Nëse i marrë me analizu, djetarë ka thonë këto pesë janë fushat e jetës. Që tu kur të bëhet defekti, këtë defekta. Qka tha e para? Kur të përhapët zinaje, wa ju alinu biha, ma e mërta, dhe ta bëjnë publike. Zina ka bëjnë njërzimi pisë se ka egzistuhe, se instikte ka. Ka bëjnë edhe në kone për nga mërë se zëmë zina. Në njëri. Për ja ka falë. E ka lemru me mësëm se Allah ja ka falë, pikë këtë dunja. Për çfarë arsye? Se e ka bëjnë tinza. O pendu, e ka shpallë se jam nga bim. Ta për mësëm kur ta bëjnë publike, legale. Apo, sa shtëpia publike i ka bota? Sa zinaja bëhet natën, sa i bëhet gjuna Allahu gjina natën. Veç Allahu e dim. Edhe prapë na dojna mu përmirësue, gjendja, mu rregullu gjendja, s'ka mundësi. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, se kur të përhapët zinaja, si rezultat Allahu i qënë smundje. Dhe këtu në këtë hadith, se ne ka transmetuar Ibn Majah, dhe Imam Tabarani, dhe Imam Hakimi, që ka thonë? Ka thonë dhe ju qënë smundje si ka njoftë më herët. Smundje të reja. Që Allahu smundje të reja, të cilat njerëzit rri para tyre ignorantët, se dina. Nuk i dim çka. Apo dhe kjo nuk do të dalë derisa të ndalë njerëzit gjunave. E lutem Allahun që Allahu na përmirëson dhe shoqërinë tonë. E dyta, tha kur ta mangësojnë peshorën. Kur bën dallavera në peshorë, kur s'është i drejtë në peshorë, kur s'është i drejtë në parë, kur han parën e huaj, kur han kapitalin e huaj, kur shkelmi parën e huaj. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Allahu ju shton fatësira. Dhe ja u vështirëson jetën. Kanë me pas parë, s'shkon jeta. Ka shifra, s'shkon jeta. Apo pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Se ka nispi te peshorja. Nispi te peshorja. Dhe tha Allahu ja u çon udhëhecin i cili u hip në qafë me zullom atëne. Edhe së në hek. Pse së në hek? Se ty si të hek peshorën. Qysh po do t'ja i madhe ti mos me të ba zullom, ati i ban zullom tregti tane. I ban zullom palet e tua, kur ti ban raport me dikan. Ajo është kryetar u imamat, gjatë kanë që ka të zënë Allahu, është sure e shpirtit tanë. Allah dhe të qenë, shpirti jo të qki, vepra jo të qki. Që që përmenë nga Abdul Melik ibn Marwani. E trejta ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ata ta shkelin, çështjen e pasurisë të tyre. Hakin e Allahut, zeqat japin. Parat e mia thotë. Unë vetë i kam fituar. Le të punoj si cili, unë punoj për tjerën. E Allahu në Kur'an tha ndryshe. Tha jepni fuqarave, shikoni që shfet Kur'ani. Tha jepni fuqarave pi parave të Allahut. Allah i drejtohet zënginit. Do të jepni fuqarave pi parave të Allahut. E qysh, a parat Allahut janë ato? Pa atuat janë. Ku keve me ti? Ti e ka një pik ujt, ka kriju Allah me jetu disa frim, me jetu disa dit, ta ka nëzirë tregtijen që aty. A ti, qysh e bane ti biznesin? Qa biznes? Biznes ati me e mor një artikull, me e mor për që ati me qitë qeknena, edhe me e shqit me një qmim tjetër. Po mirë, arë qatë artikullin kur e blejtë ti, ku i mora të pare? Që këtë mështerin, kush të pruni ti e? Kush ti mundësoj? Andaj dhe Allah, jep një fukarave për parave të Allah. E njëri të të mijat janë, tuat janë, atar tha Allahu gjele gjelelu, i dënon. I dënon, ja u nalë shiu. Dhe musë mu kanë hajvani, tha alai salatu selam, e nalë ketë. Musë mu kanë hajvani, rahmeti Allahu për dhe që hajvan, e nalë ketë shiu. Shkaku se njerët e pengojnë, hakin Allahu me pasurin. E katërta, tha kur ta shkelin besën Allahu dhe besën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodh? Allahu armiqve ju jep pushtet mbi parët e tyre. Apo sot musliman, a mundë me hec motorin e botës në parë? S'mundë me hec. A musliman kanë mundësi realisht me bereqet në tokat e tyre me kitë dunjaj më kanë e vartë për ata. Veturat se hecin pa naft, aeroplanët se hecin pa naft, kur gjas punon pa gaz. Apo kitë dunjaj është elit për këtë gjëra. E ku burojnë këto? Ku burojnë këto? Tokat e muslimanëve. Tokat e muslimanëve, e muslimani dhëtë, si di unë e hecë këshirë e ti. Hini këshirë, i kini në video të regjistruara, zyrtare janë ato, se si një musliman zgudzan me i atë. Ma i dhe njani për tëre i ka ma hajde hina, për të me i. Kur ka i atë veç ka këshirë. Sa i nuk ka asë shohë për ata. Asë të bidi si shpërë, ka do që hajde provoje. Qekve i kilandën, ba në naftë, zdi me ba.
Sepse Allahu xhelala ka thënë besën Allah dhe Allah e ka bërë çorr. E musliman kur e kanë marrë besën Allah e kanë hecë përpara. Andaj sot një mjeksi e tërë është ndërtuar mbi baza që e kanë musliman. E lutem Allahu që Allah të na ban të hecim gjurmët e atyre njerëzve ambicioz dhe me plot vullnet. Dhe pesta ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur imamat e tyre e lajnë librin Allahut anash. Po nas kishin Kur'an kur gjallë. Nuk kishin hadith për mëson kur gjallë. Khajria diku tjetër, e mira diku tjetër, armoria diku tjetër. Tari sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yatakhayyaru mimma anzala Allah." Dhe nuk e shohin khajrin çfarë ka thënë Allahu. Ti kur e keni problem, a e kështu që ka thënë Allahu një herë jo? Apo, kur ti keni problem, kujt i drejtohesh? Kur e keni problem, ja ti një shok, ja ti babun tan, ja ti një miktani, ja ti një profesor tani, ja ti hoxhën, apo e ti një njeri. Ti s'mundesh këtë vetë më bë. E si ki mundësi mu pavarësu nga Zoti i botrave? Nga i cili e ka damarin tanë ndorë kur doje e nalë, gjelle gjelalu. Si ka mundësi këti i cili kohën tanë e ka ndorë dhe ti i thu, hajde, ka thonë edhe tira, e ki pa disa njërë, hajde me ka thonë dhe kuran shaka. Dhe me hajde të ta japë në pak fjallin, apo? E kur muslimat janë këtë gjendje të thape nga meri sallallahu alaihi sallam, illa gjahal Allahu bësehum bejnehum, Allahu e fut luftën mes tëre, fut përqarje. Shikoj gjithë këtë përqarje në mejtin e Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kjo s'ka egzistuar. Ose jam në tokë, kanë pasë mendime ndryshme, por jam në tokë në esentë. Andaj Imam Shafiiu polemizoi me një hoxh, bani polemik, dhe i rrefën mendimet. Andaj dietarë thanë se muslimanët e parë i rrefshin mendimet, përplashin mendimet. E sot i përplasin shpirtat. S'ka problem unë tim i përplas mendimet, unë e shoh kështu ti është ndryshe, ama shpirti jetë i lidhur. Imam Shafiiu polemizoi me një hoxh të madh të asaj kohe. Edhe ai pak u prek dhe u largua. Nesit Imam Shafiiu i shkoj ta atësto. Ta u dha na pran pak e patëm një polemik, tha, unë ndryshe e shif që shatë meselë shka i shif që ti. Tha, po a ka mundësi me dhanë selam atë? Apo i rapat me të pagarit dha musliman, mos të humë fuqia jo? Ata dhe qka tha për njeri ju, tha më ka përcaj Shafiiu. Qa e pa të shpirtit ma të madhë. Andaj shpirtet e muslimanëve ishin të mlojë. S'ka problem me ti me pa një meselë ndryshe. Këshirë ndryshe, 100 herë këshirë ndryshe. Mirë po, vëllahu musliman, vëllahu musliman e ki. Sepse fuqia është në tërsi. Nuk është përmbarje. E në e lusme Allahu në gjelluara, që Allahu ta këthen fuqinë e muslimanëve. Ti banë musliman tokë që shkanë qenë, tokë në kone për nga meri tonë sallallahu alaihi sallam. E lusme Allahu të pare kjo vëtërë që Allahu mos në dënon për shak gjunaheve tona. Ti nërgën Allahu smudhe që i ka lëshuhe. Ti nërgën Allahu bela që i ka lëshuhe. E lusme Allahu të pare kjo vëtërë që Zotë i Gjellë Gjellalu në ruan nga gjdo e keqe, në ruan nga gjdo bela, në ruan nga gjdo fatkeci. Ti përmirëson musliman kudi që janë. E lusme Allahu të pare kjo vëtërë që Zotë i Gjellë Gjellalu në përmirëson në vetvetet tona, në përmirëson në familjet tona, në përmirëson në xhamatet tona, në përmirëson në shoqëritë tona. E lusme Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelal na mundson me jetu me vepra të mira dhe me ndruar jetë me vepra të mira.